konë qeveri fuqi plot, po me thonë drejtën nuk e kam lexu draftin e fundit ligjit për qeverinë, nuk e di zyrtarisht që shquhet, po historikisht, momentin që janë shpallë zgjedhjet, ne si shoqëri civile kemë thonë qeveri në detyrë, për shkak se duhet me u siguru dhe i ka disa përgjegjësi të kufizume. Nuk mundet një qeveri në detyrë me marrë asa vendimesh multimilionshë i cilat e lojnë përgjegjësi qeverive tashme, kështu që për mendimin tem, një terminologji më korrekte është qeveri në detyrë. Ta po thonë që qeveri në detyrë, po mene si pas ligjit është prej momentit që certifikohen rezultatet. Atë jo më pas se nënkupton që ka me pas përbërje të rejtë kuvendit edhe prej aty është qeveria në detyrë. Po, pikrisht, ai konstatimi është çka është teme e bisedës. Nëse bjen niveli përgjegjësisë, për shkak se janë në fund të mandatit, nuk do me thonë që dami është ma pak, nëse ki ma pak përgjegjësi. Tash, edhe ju si ulumtus, po edhe tjertë në sektorin e shoqërisë civile kanë marak me këta 3 mujort, me i rumbullaksu ose me i nxerr do prej vlerësimeve, gati shkoj 3 mujori parë, qa kemi po? Ajo që di me thonë është që ne si shoqëri civile, kur kemi lobu për me pas në letë qeverisë, arsyeja kryesore ka qenë qysh me i kufizu përgjegjësitë e qeveria në momentin që shpallën zgjedhjet. Për shkak se ne kemi pa historikisht, qoftë qeveria Thaçi, qoftë qeveri tjera, rritëshen rrogat nga 25% dhe pastaj ajo ndikojke në rezultatet e zgjedhjeve, duke i ble votat përmes këtyre vendimeve, dhe ne atëherë kemi avoku që një qeveri në detyrë nuk do duhet të ishte kujdestare ndaj qeveria re, po mos të merrte vendime cilat krijojnë obligime shtesë për qeveritë e ardhshme. Këta 3 muaj, për mendimin tim, janë sikur ata 4 vjet që kanë kalu të qeverisë së vetëvendosjes, ku premtimet që janë dhënë nuk është se ka një rezultat konkret, për sidomos në projektet infrastrukturore. Ne e dim që një prej motorëve të zhvillimit ekonomik në këto 25 vjet të fundit ka qenë shteti përmes investimeve kapitale, kurse në qeverinë e vetëvendosjes në këtë mandat, dhe ju e keni pas edhe ministrin e financave sa i përket projekteve të mëdha. Po vre u bëhe famshme ajo, s'ditemi. Është e vërtet që buxheti për investime kapitale është shpenzu me 100 miliona, po ka shku sidomos në shpenzime, edhe nëse shikon statistikat e transportit që i publikon çdo vit Agjencia e Statistikave të Kosovës, nga viti 2021 deri në vitin 2024, nuk ka asnjë metër më shumë të raportuar rrugë të asfaltuara, apo edhe rrugë që janë me zhavor, për shkak se Agjencia e Statistikave i publikon të 2 llojet e statistikave. Dhe kjo është një dështim që po mendoj është një prej arsyeve pse vetëvendosja ka humbë